Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Është një dritare për të gjitha lajmet e mira të shqiptarëve kudo që janë. Është një dritare ku ne ndajmë sukseset tona, si kundër ndajmë edhe dështimet tona, si kundër ndajmë edhe meratjet tona, sepse në fund të fundit lajmi i mirë është të ndash. Sot është Antonio Gjonaj, shumë kënaqësi, mirë se erdhe në Shqip, zoti Gjonaj. Kënaqësi ime, shumë faleminderit për festën dhe është një nder të jem sot këtu me ju në këtë emision fantastik. Faleminderit shumë që gjetët kohën, e kam të qartë, 21 nëntori është premiera e një filmi fantastik, i cili bashkon shqiptarët me Italinë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por premiera është në New York, apo jo? Premiera është nesër në New York, po në të njëjtën kohë, pra në kohë le të themi në të njëjtën ditë do jetë edhe në Itali në Torino. Antonio, do të thënë emri është Antonio. Është bërë ngjizja dhe është bërë jo Antonio, po Antonio. Po si ta shqiptonin në Itali? Antonio ose Tonjo. Duhet të thosha i dashur Antonio, çfarë lajmi mirë që ja unë tani jam ulur përballë teje, i veshur kaq bukur, mbas ke një vepër tënde, dhe cila do ketë një premierë ndërkombëtare, edhe ja ku janë shqiptarët. Në radhë parë herë duhet përshëndes të gjithë bashkëdretarët nga do që na ndjekin edhe duke pas se Dritare Televizor është një televizor që ndjeket jo vetëm në Shqipëri, por edhe për jashtë kufive. Du mbi gjithat ju uroj festat le të themi nëntorit, edhe është shumë kënaqësi të jem këtu për të folur sot për këtë projekt, edhe besoj që është një punë, një arritje le të themi jo vetëm për mua si artist ose si regjisor dhe producent i këtij projekti, por besoj është edhe një arritje për të gjithë shqiptarët. E tregojmë pak më shumë. Në momentin që ky emision do shfaqet, premiera ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Itali gjithashtu, ndërkaq që ndoja pak sa mund të ndahet. E kam të qartë sa fanatik është krijuesi, po sa të jetë e mundur. Atëherë, këtu filmi flet për tre fëmijë shqiptar, të cilët në Shqipërinë e viteve 1991 gjenden të detyruar të emigrojnë jashtë territorit të Shqipërisë. Ata nisën me anijen e famshme Vlora, edhe gjithë filmi flet në lidhje me këta tre fëmijë shqiptar që ndahen, nuk e di çfarë ndodh me ta, vdesin, mbijetojnë, nuk i dihet, pra marrin tre drejtime të ndryshme. Edhe mbi gjitha gjenden domethënë një konspiracion i cili lidhet me ADN-n e tyre, pra me ADN-n e shqiptarit, janë përpjek të bëj diçka sa më tipike shqiptare, diçka ndryshe dhe diçka që i përshtatet le të themi tregut internacional.